Edi Rama përdori truket e vjetra të sigurimit shtetit, përdori të njëjtit element për t'i rrëmbyer mandatin që i dhanë Fredi Beleri qytetarët e Himarës. Dhe kjo vetëm se Fredi Beleri nuk pranoi të shitej. Nuk pranoi të kandidonte për Edi Ramën. Jo, i tha, unë jam i djathtë. Tani kjo është fjala që mbajti doktori në Selanik. Zotë Cula, të rezulton që Fredi Beleri të vonë si djathtë, si antikomunist, si natyrë konservatore? Fredi Beleri. Tani, unë nuk jam unë njëherë me Fredi Beleri, në flasë. E njëfë, se kandidatin e partisë tënde e kërë. Por, me sa di unë, këto pjesa pa paragjykuar si shoqat, as një aktivitet politik, i bie që ka qenë pjesa omonja, se që ka qenë ato. Po. Mo keqë, ka qenë ato. Përdesa lejonë, miku im tani, se që po themi... Jo, ka qenë me omonja, ka qenë me grupet të rrisë, ka qenë ajo, ka qenë me Mavin. Ka qenë me Mavin në Greqia. Ta mbaroj pak, Cula, po. Nuk di që të këtë qenë strukturat e Partisë Demokratike për gjatë 20 vite që jam unë politik. Po. Dhe lartë e para. E dyta, tani, Zoti Beleri, për shkakt historiko... Po pse prezenton Zoti Berisha si të djathtë, si njëri me kontribute për të djathtën kombëtare shqiptare? Normalisht, duke pat parasysh tani që Zoti Beleri, ose një pjesë e migrantëve tanë që janë atje, mund t'jenë dhe personat të cilët kanë marrë pasaporta greke, ose minoritarët, duke pat parasysh që tani Po, se në fakt dhe partia që e kandidoi Mitsotakis si partia djathtës. Po, dakor. Se këtu është koherent doktori. Pikrisht, do bëtet tani edhe lobi greke shumë i fuqishëm. Ai nuk figuronte me një parti në Greqi, mërti ai figuronte Kemavi dhe grup terrorist. Ka tjetër për Beleri. Ato e vunë, Mitsotakis e vunë se ndodhi ajo që ndodhi në Marrë dhe e arrestoi Rama, më falqit për Eva. Dash e arrestoi Rama dhe e vuni Mitsotakis me djathtën. Është njëri i tretë më i votuar në Greqi në zgjedhjet europiane. Njëri i tretë më i votuar në Greqi. Më i votuar për arsye ka marrë vota kundër shtypjes së shqiptarëve. I mori votat se doli. Po nga Greqia presin 68.000 vota këto zgjedhjet na vinë. Me cilë ka një grup madh pro-grek ose minoritar grek. Po çfarë janë votat për vlerat? Jo, më ja dhan për atë që bonin i marr. Po dakord, Sali Berisha kërkon vota 11 maj. Nga Greqia na vinë 68.000 vota. Me cilë kanë vota pro-greke ose minoritar grek. Sali Berisha nuk vjen vota, ka një histori. A folin për vota, a folin për parime, a folin për principe, a folin për moral për vota. Tashi, ne mund të çesim dhe gjysmën e Shqipërisë, edhe ta bëjmë Sali Berishën ke gjysma tjetër, kryeministër Shqipërisë.